Shkues të nderuar, tashmë ora shënon 19:10, ndërsa qendrat e votimit, pikërisht kjo ku jemi aktualisht, shkolla fillore Thimimet në Gjilan, është mbyllur. Gjatë kohës sa kemi qëndruar në oborin e shkollës, kemi pa edhe që kanë ardhur edhe disa qytetarë të cilët kanë kërkuar që të shfrytëzojnë të drejtën e votës edhe pas orës 7, por ata nuk janë lejuar nga stafi menaxhues i kësaj qendre të votimit nga ana e KKZ-s. Në anën tjetër, në Gjilani kemi raportuar edhe për një rast tjetër i cili është shënuar në Stanishar, ndërsa në bazë të zëdhënësit të policisë në drejtorinë regionale të Gjilanit, Ismet Hashani, gjithë dita ka shkuar qetë dhe nuk ka pasur asnjë incident apo rast i cili është trajtuar nga organet e rendit dhe të drejtësisë në Gjilan. Ne do të vazhdojmë edhe më tutje që të përcjellim pra edhe procesin e votimit brenda qendrave të votimit, e gjitha këto materiale më pas pritën që të kalojnë në qendrën e numërimit në Prishtinë. Ne do t'ju sjellim të dhëna dhe të reja dhe fundit nga vendet ku jemi, sepse ekipet e Kallëzopikam tashmë janë në gjithë Kosovën, pra duke raportuar për procesin zgjedhor që është duke zhvilluar gjatë ditës së sotme.